Përshëndetje goca të dashura, ndikse të videove të mia. Për këtë herë unë kam menduar që të sjell recetën e hashurës. Marrim grurin, një paku unë përdor nga kjo 400 gramshja, që është fiks për hashurë. E laj grurin mirë derisa të ikin të gjitha papastërtitë. Tani këtu unë po e mbush me ujin e filtruar dhe do e vendos për t'u zirë, por përpara kësaj unë do i vendos disa shkopa kanelle dhe karafila. Do e vendos më përpara në delimano që ajo të zihet më shpejt dhe unë e vendos për 25 minuta. Gruri zirë shumë mirë, nuk është as i fortë dhe as i butë. Dhe më pas do i hedhim ujë aq shumë sa që tenxhera do jetë mbushur plot, nga që ne do e zim për 2 orë dhe uji do të shteroj. Gjithashtu heqim dhe shkopat e kanellës dhe të karafilit. Lë tek nënta dhe këtu i hedh kanellë gjatë zirjes. Kam përdor fruta të thata si lajthi, arra, bajame, rrushë të thatë, çfarë ju të dëshironi dhe të keni në shtëpi. I kam ngrirë me dorë sepse kështu marrin një formë më të mirë dhe nuk i dua as të mëdha dhe as të vogla. Dhe marr disa arra për t'i shtypur dhe për t'i bërë si hi. I bëj me këtë mulliri dhe ja hedhim hashurës sipër në fund. Kur e shohim që uji ka shtëruar, i hedhim përsëri dhe më pas vjen momenti i sheqerit. Hidhini sa të dëshironi ju. Kur shikojmë që gruri është zirë, atëherë marrim 2 lugë me një sështe dhe i tresim në një tas me ujë. E përzi mirë që mos ta ngelin kokrizat dhe më pas e hedhim tek tenxheria. E trazojmë dhe e përzi mirë. Dhe në fund fare, në minutën e fundit, i hedhim frutat e thata që mos na zihen, sepse humbin shije nëse zihen shumë dhe bëhen si të zbutura. Këtu mbushim tasat, mbushini në madhësinë që ju dëshironi. Dhe si përfundim do i hedhim kanellë përsipër dhe arrat e bluara. Shpresoj që dhe ju ta provoni tek shtëpia juaj.